E nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar drejtues të Këshillit Lart Gjyqësor dhe Këshillit Lart Prokurorisë, dashur qytetar. Në këto seanca, ku raportojnë Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, tre institucionet kyç të arkitekturës së drejtësisë, në thelb ne debatojmë për një çështje themelore për shtetin e së drejtës, mirëqeverisjen e sistemit të drejtësisë. Nëse reforma në drejtësi ishte akti themeltar që i dha frymë dhe një arkitekturë të re sistemit drejtësisë, të bazuar në pavarësi dhe integritet, mirëqeverisja është procesi që e mban këtë sistem funksional, llogaridhënës, transparent, efikas dhe të besueshëm. Projekti kushtetues i reformës në drejtësi ka realizuar një transformim të madh institucional, duke i dhënë sistemit të drejtësisë autonomi të plot kushtetuese dhe mekanizma për vetë qeverisje funksionale. Kjo ishte një zgjidhje moderne dhe e nevojshme për Shqipërinë, në standarde të njëjta me shumicën e vendeve europiane sot, e ndërtuar për të ndarë qartësisht përgjegjësitë midis politikës dhe drejtësisë, ku pavarësia e gjyqësorit dhe përgjegjëshmëria institucionale janë anë të së njëjtës medale. Në thelb të reformës qëndron një parim i thjeshtë dhe i qartë. Drejtësia nuk mund të qeveriset nga politika, por as mund të funksionojë pa llogaridhënie ndaj shoqërisë. Kjo është sfida më e madhe që sot duhet të adresojnë dy këshillat. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, por dhe Ministria e Drejtësisë dhe sidomos Kuvendi, me përgjegjësitë e tij mbikëqyrëse, ligjvënëse dhe buxhetore. Ndarja në dy këshillat veçanta nuk ishte rastësi, por zgjidhje e menduar që synonte të ruante balancat midis dy degëve të sistemit, të ndryshme në natyrë dhe në funksion. Komisioni i Venecias gjithashtu e mbështeti plotësisht këtë zgjidhje në të dyja opinionet e tij. Prokuroria dhe gjyqësori kanë përgjegjësi të ndryshme dhe mekanizma të ndryshëm veprimi. Prandaj dhe duhej që secili të kishte organin e vetë qeverisës për fushën që drejton, ashtu si dhe kompetenca inspektimit dhe kontrollit të sistemit drejtësisë, ju besua një institucioni të pavarur monokratik si Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Janë tre institucione të ndara, autonome në funksionimin e tyre, por edhe të detyruara nga kushtetuta dhe ligji të bashkëpunojnë dhe koordinojnë midis tyre. Këshillat u ndërtuan mbi një formulë të veçantë përbërje, magjistrat dhe jo magjistrat. Formulë të cilën e gjen gjithashtu në të gjitha vendet europiane që kanë këshilla, e cila synon të krijojë një ekuilibër midis përvojës profesionale të brendshme dhe perspektivës së jashtme, për të shmangur vetëmbylljen korporatiste të sistemit, për të forcuar transparencën dhe llogaridhënien publike, si dhe për të sjellë më shumë zërin e qytetarëve, të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit në vendimarrje dhe në shërbimin e drejtësisë, përmes anëtarëve që vinë nga bota akademike, avokatia apo shoqëria civile. Por është fakt se me gjithë përmirësimin e 2 viteve të fundit, kjo frymë dhe qasje vepruese ende nuk është reflektuar drejt nga shumica e anëtarëve jo magjistrat të dy këshillave. Është realitet se dy këshillat, me gjithë vështirësitë e fillimit, kanë bërë hapa të rëndësishëm pozitiv në pavarësinë institucionale të sistemit drejtësisë, në ngritjen e strukturave të tij, plotësimin e burimeve njerëzore, organizimin dhe administrimin për mirë funksionimin e prokurorive dhe gjykatave në situatën e krijuar me zhvillimin paralel të procesit të rivlerësimit e të tjera të tilla. Po për te arritjeve, shqyrtimi i veprimtarisë së KLG-s, KLP-s dhe ILD-s për vitin 2024 na tregon se sfidat në fushën e qeverisjes së sistemit mbeten të mëdha dhe po vazhdojnë të ndikojnë drejt për drejt në efikasitetin e sistemit, në imazhin dhe besueshmërinë e vetë reformës në drejtësi. Krahas vlerësimeve pozitive, progres raportet dhe raporti Rule of Law për Shqipërinë 2025 të Bashkimit Evropian kanë evidentuar disa mangësi që lidhen kryesisht me qeverisjen dhe menaxhimin e sistemit, llogaridhënien dhe koordinimin. Disa nga këto problematika afektojnë drejt për drejt qytetarët dhe impaktojnë drejt për së drejti dhe procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sipas edhe raportit të Bashkimit Evropian, Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk ka mundur të menaxhojë tërësisht
në mënyrë strategjike pushtetin gjyqësor për të rritur eficiencën, si dhe në drejtim të ngarkesës së çështjeve dhe të burimeve njerëzore, duke mos dëshmuar aftësinë për të rishpërndarë burimet në mënyrë racionale. Ashtu siç konstatohet në raportin e shtetës së drejtës të këtij viti dhe progres raportit të 2024-s, pavarësisht se zbatimi i hartës së re gjyqësore të miratuar 3 vjet më parë u finalizua, perceptimi i krijuar është që nuk ka dhënë impaktin e duhur në zgjidhjen e problematikave të backlogut dhe të aksesit në drejtësi. Personalisht, pavarësisht vlerësimit për qëllimin e mirë që kishte, kam qenë kritik për mënyrën se si u konceptua dhe u zbatua harta gjyqësore, dhe kryesisht për mungesën e vizionit dhe strategjisë për zbutjen e efekteve negative që mund të kishte kjo hartë e re, centralizimin në një gjykatë apeli të vetme, pa planifikuar më parë periudhën tranzitore, që do të duhej për zbatimin e kësaj harte, si dhe infrastruktura përkatëse, periudha e transferimit dosjeve, ngritja e sistemit elektronik të njoftimeve e tjerë, janë tregues të mangësive të këtij projekti. Unë bie dakord se sot backlogu në gjykata është shqetësimi më kryesor, për shkak se nga të dhënat e raporteve të CEPEZ-it dhe raportit të shtetës drejtës rezulton se kohëzgjatja shqyrtimit çështjeve dhe evadimi i dosjeve, veçanërisht në apelin civil dhe administrativ, është ende shumë i lartë. Është fakt se situata backlogut, kohëzgjatja e hetimit dhe gjykimit të çështjeve ka qenë e rënduar kryesisht në apele dhe në gjykatë lartë edhe para reformës. Dhe ky është fakt. Janë shifra konkrete. Sigurisht që vakancat e krijuara në sistem e kanë bërë situatën edhe më kritike, por në bindjen time nuk është kjo arsyeja e vetme. Një analizë shumë e kujdesshme do t'tregojë se kjo situatë është krijuar jo vetëm nga vakancat, por edhe për shkak të keq menaxhimit të sistemit nga 2 këshillat, mos eficiencës në punë të disa prokurorëve dhe gjyqtarëve, zvarritjeve në procedurat e emërimit dhe promovimit, mungesës së sistemit të menaxhimit të çështjeve që prej vitesh po zvarritet, mos shfrytëzimit të mundësive alternative si ndërmjetësimi apo mekanizma të tjera të mundshme përfshi rritjen e numrit të studentëve në shkollën e magjistraturës, zgjatjen e moshës së pensionit për gjyqtarët dhe prokurorët ende aktiv, shtimin e numrit të ndihmësve e të tjera të tilla. Situatë serioze mbetet lidhur me vendimarrjet e 2 këshillave, sepse siç thekson progresi i raportit Bashkimit Evropian, shpesh janë të ngadalta, të vonuara apo jo të unifikuara, dhe se aktet nënligjore të detyruara nga ligji ende nuk janë përmbyllur plotësisht nga të 2 këshillat dhe situata është serioze sidomos nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kjo ka krijuar probleme shqetësuese lidhur me procesin e realizimit të vlerësimeve periodike të gjyqtarëve dhe veçanërisht prokurorëve, pavarësisht hapave pozitiv të hedhura në këtë vit të fundit. Po ashtu dhe në proceset e përzgjedhjes për drejtuesit e gjykatave dhe prokurorive, në emërimet e magjistratëve të rinj apo dhe promovimin për në apel dhe gjykatën e lartë. Procese që sipas vëzhguesve në disa raste janë shoqëruar me dyshime për lobime dhe ndikime të brendshme, për mungesë transparence, pa publikim të arsyetimit, për mungesë kriteresh të qëndrueshme dhe me konflikt interes. Ndryshe nga sa u paraqit në këto 2 seanca dëgjimore, ashtu dhe sot në këto diskutimet para në këtë seancë, për motive të ndryshme sigurisht, si shihet qartazi, këto dukuri në tërësinë e tyre nuk janë problematika që lidhen me faktor objektiv, dhe kurse si me mangësi të ligjeve përkatëse të reformës në drejtësi. Se askush nuk ka treguar një të tillë deri tashti. Po përkundrazi, bie dakord me keq zbatimin apo me keq interpretimin e këtyre ligjeve. Ato janë tregues i drejt për drejt, i performancës së 2 këshillave, të cilat, për të qenë korrekt, në fazën e tyre të parë reflektuan cilësinë e përbërjes së tyre të krijuar nga shorti i famshëm i konsensusit të detyruar, kushtetues të 21 korrik. Besoj se ata që kanë qenë e mbajnë mend luftën e madhe të këtij krahu që t'i bëni me short këto gjëra. Dhe rezultati ky është. Shqetësimet e krijuara janë shprehje mungesës së përgjegjshmërisë të 2 këshillave, që kanë krijuar një kuptim të gabuar të rolit tyre, duke konsideruar për disa detyrën si privilegj, si komoditet dhe jo si përgjegjësi. Këshillat në disa aspekte janë shndruar në administratorë të heshtur të problemeve, në menaxherë të statu quo-s, shpesh herë të mbyllur në zyrat e tyre dhe të distancuar nga realiteti prokural dhe gjyqësor, si dhe nga pritshmëritë
e qytetarëve. Një pjesë e sfidave që ka sistemi i qeverisjes dhe menaxhimit të sistemit bie dakord, që lidhet edhe me rolin e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Ky institucion u krijua për të qenë syri i hapur vëzhgues i sistemit, për ta mbajtur atë në përgjegjësi dhe llogaridhënie. Është pozitiv fakti se ILD, si në gjithë këto vite dhe gjatë vitit në raportim, ka realizuar një volum të madh pune, një pjesë e mbartur në fazën tranzitore të tij, si dhe ka ndërtuar edhe një sistem të mirë rregullash dhe standardesh për hetimin disiplinor dhe etik të magjistratëve, por shqetësim mbetet se pavarësisht se numri i inspektimeve është rritur në letër, rezultatet nuk po japin efektin e pritshëm. Procedura disiplinore zhvillohen ngadalë, me vendimarrje të vonuara dhe kryesorja jo të fokusuara në problematika që shqetësojnë realisht sistemin dhe vetë qytetarët në shërbimet që marrin prej tij. ILD është duke u perceptuar gjithnjë më shumë si një organ, autoriteti institucional i të cilit nuk ndihet në sistem në pritshmëritë e ligjit dhe pa efektin e dur në përballimin e sfidave që ndesh realisht sistemi. Gjithashtu është fakt se 2 këshilla dhe inspektoriati kanë patur nga qeveria, por dhe nga kuvendi, mbështetjen maksimale institucionale, buxhetore dhe infrastrukturore, përfshi edhe pagat ndër më të larta në skemën e pagave të sistemit, por dhe një kapacitet administrativ të fuqishëm. Të tre këto institucione kanë sot në organik një staf prej rreth 300 punonjësish. Pra kemi gati 2 herë më shumë staf në këshilla se sa numri këshilltarëve dhe ndihmësve të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Këtë e kemi krijuar ne bashkë me vendimarrjet tona, nëse shihni proces verbalet e mbledhjeve përkatëse të komisioneve në vit. E me gjithë këtë, mbështetje ato janë ende larg pritshmërive, gjë që reflektohet qartë në qeverisjen e sistemit, në problematikat që shqetësojnë sistemin e drejtësisë, duke krijuar një kosto të jashtëzakonshme ndaj reformës së drejtësisë dhe besueshmërisë së qytetarëve te kjo reformë dhe te vetë drejtësia. Gjithashtu këshillat nuk kanë arritur ende të krijojnë një kulturë llogaridhënie ndaj kuvendit dhe sidomos ndaj publikut. Raportet vjetore janë thjesht përmbledhje aktivitetesh, statistika, pa shumë analizë dhe indikator të matshëm të performancës. Kjo kërkon që kuvendi duhet të ndalet seriozisht dhe të ndryhej për ta ndryshuar këtë situatë që krijon efekte negative për sistemin. Nderuar kolegë, pas më shumë se 5 vitesh funksionim është e qartë se reforma në drejtësi dhe vetë sistemi ka hyrë në një fazë të re, atë drejt konsolidimit të tij, çka kërkon cilësi, eficiencë dhe përgjegjësi, para së gjithash në institucionet qeverisë së tij. Ndaj ne kemi nevojë për një analizë të thelluar dhe të përbashkët, jo për t'i gjykuar, apo për t'i fajsuar, jo se jo, por për të reflektuar me përgjegjësi të përbashkët mbi mënyrën se si po funksionojnë këto institucione. Kjo analizë duhet bërë bashkë me to, ku jemi sot, çfarë funksionon mirë dhe çfarë jo, pse disa mekanizma nuk i japin rezultatet e pritshme dhe çfarë duhet të ndryshojmë në mënyrën e përzgjedhjes, përfaqësimit dhe funksionimit të këtyre institucioneve për të pasur më shumë efikasitet dhe përgjegjësi, transparencë dhe llogaridhënie. Duhet të rishikojmë kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve jo magjistrat, mënyrën si ata zgjidhen, verifikohen, raportojnë dhe vlerësohen, por dhe praftësitë, integritetin dhe përfaqësimin e tyre përpara grupeve të interesit. Duhet të garantojmë që përfaqësimi i tyre, por dhe i vetë magjistratëve në këshilla të mos jetë formal, por për të garantuar llogaridhënien dhe transparencën e sistemit, si dhe përfaqësimin e real të zërit të qytetarëve dhe grupeve të interesit dhe vetë profesionistëve të fushës. Ashtu siç duhet që kuvendi të forcojë format dhe mekanizmat e monitorimit të punës së këshillave dhe inspektoriatit të lartë drejtësisë përmes raportimeve të strukturuara, dëgjesave të hapurave dhe analizave periodike mbi zbatimin e ligjeve që vetë kuvendi ka miratuar. Është e dobishme gjithashtu që të zhvillojmë një dialog institucional të rregullt dhe konstruktiv midis kuvendit dhe institucioneve qeverisë të sistemit dhe me përfshirjen aktive të gjithë aktorëve të tjerë të drejtësisë dhe shoqërisë civile për të nxitur reflektim dhe për ndihmuar në procesin e konsolidimit të reformës drejtësi dhe rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe institucioneve të saj. Dhe meqense jemi këtu, do t'ju lutem vetëm 30 sekonda. Keni kaj ditë që flisni për një sondazh, për një raport lidhur me
pozicioni që zë shteti së drejtës, e tjera, e me radhë. Në fakt edhe ato i përdor një gabim. Shqipëria për 2025 ka përmirësim me 3 vende në krahasim me një vit më parë, por s'po ndalen fare, megjithse, thoni drejtësia e Sorosit, po atë projekt e financon Sorosi. Tash ju se kuptoj ju, këtej thoni kjo drejtësia është e Sorosit, që s'ka asgjë të përbashkët, edhe këtej i referoni një projekti që e financon po Sorosi. Po, për mua, doni t'i përmbani Eurobarometrit. Dhe shikojni Eurobarometrit. Mesatarja 54% e qytetarëve të Bashkimit Evropian e vlerësojnë se sistemin e drejtësisë në vendet evropiane, për sa i përket pavarësisë së gjykatave dhe gjyqtarëve, shumë të mirë ose në mënyrë të drejtë. Ndërsa Shqipëria raditet në të njëjtin vend me Italinë. Më mirë se Spanja, më mirë se Greqia, më mirë se Kroacia, sipas Eurobarometrit 2025. Eurobarometrit të Këshillit të Evropës, jo timin, jo të shoqatave. Dhe Shqipëria është 47%, ndërkohë që 30% Serbia, 28% Maqedonia, 26% Malizi. Këto janë shifrat. Eurobarometri 2025 është zyrtar. Thatë për backlogun, po u marrë vetëm një shifrë. Gjykata e lartë, në 2014 kishte gati 12.000 çështje të mbartura, backlog. 12.000. Në 2014 që funksiononte e plot gjykata e lartë. Kurse sot ka 18.000. Ndërkohë, që ka kaluar një kohë kaq e gjatë dhe që ka pasur 2 vite një periudhë shumë të vështirë për shkak të mos formimit të trupës dhe për shkak të pandemisë. Dhe sot kjo është diferenca, ky është realiteti, pa hyrë në të tjera. Keni kaj ditë që thoni Spaku dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda. Kur ka qenë Prokuroria e Krimeve të Rënda, Spaku kështu. Dakor. Tash unë po ju them një shifër. Se kisha ndarë mendit mos merresha me këtë gjë, po u detyrova. Prokuroria e Krimeve të Rënda në 15 vjet. Nga një i pari 2004 deri në dhjetor të 2019. Ka regjistruar gjithsej 334 procedime penale, me 718 persona në hetim për vepra penale të kryera në kuadër të grupeve strukturora kriminale dhe organizata kriminale. Tashti Spaku, në 5 vjet, ka regjistruar 449 procedime penale, 938 persona në hetim për të njëjtat vepra penale. Pra, Spaku, Prokuroria e Krimeve krahasuar me për 15 vjet Prokuroria e Krimeve të Rënda ka 35% më shumë çështje në këtë fushë dhe 30% më shumë të proceduar penalisht. Mund të rri pa fund t'ju them shifra të kësaj natyre, por unë mendoj që ne nuk duhet mbahemi te kjo. Ne duhet të jemi realist që kjo është një reformë e madhe, një reformë e rëndësishme që kërkon kohën e vet. Askush nga ne nuk e kishte menduar që do të ishte një reformë e shpejtë, e menjëhershme, e suksesshme në çdo gjë. Natyrisht ka probleme, ka jo pak probleme, dhe ne jemi të gatshëm të flasim mbi problemet dhe mbi zgjidhjet. Dhe kjo është gjëja më e mirë që besoj se mund të bëhet.